është thjesht kjo ndodh është sigurt. Ju tregoni se ju patët dje një kronik që për një zjarr për një ndotje në veri. Po. Pardje të dielën tek Piranjat kishte një kronik për një minier që kishte shkatruar të gjithë zonën. Po, kishte ndotur me ujrave të ndeshme të gjithë zonën me të cilën jetonin disa fshatra. U transmetua, pat në një ministër ju që dalë të thotë çfarë ndodhi. Pat në kryeministër që të bënte në një status. Jo, kryeministri bën status vetëm se si duhet mbytur opozita dhe protestuesët e opozitës, nuk bën status se si duhet është mbytet toka jonë për ditë dhe shkatrohet çdo mundësi që njerëzit jetojnë në ato zona ku i jepen licenca nga vetë kryeministri që të shkatrohet zonë. Pra, është qartësisht që qeveria nuk do të bëjë asgjë. Ne kemi televizione që merren vetëm me mjedisin, me ndotjen mjedisore që nga mëngjesi deri në darkë dhe nuk marrin përgjigje nga askush. Dhe ti do kur të vi kapitulli i mjedisit në Bashkimin Evropian, Shqipëria sigurisht do nuk ka si ta kalojë klasën, ka mendimin minimal për të kaluar klasën. Po, çështja për nenjer pastaj. Se dikur Rama thoshte se do të bëjë për vete këto, jo për BE-n. Sigurisht do të bëjë për vete. Sigurisht do të bëjë për qytetarët e saj. Por për qytetarët ai thotë le të desin. Për BE-n kujdeset, sepse kjo është tipike e një autokrati të korruptuar, i cili nuk mendon fare për ata që votojnë, sepse nuk bën zgjedhje, nuk mendon fare për qytetarët e tij, sepse qytetarët e tij e kontrollojnë dhe i urren, ata i ka vënë në dhunë në frikë, mendon vetëm për ata të cilët nuk i urdhëron dot, nuk i drejton dot dhe nuk i tremb dot. Dhe të gjitha këto janë reagime frike për ata që ai nuk i tremb dot. Nëse nuk i tremb dot, do trembet ai vetë. Tani folëm për laboratorët. Dini ju që kur u bë marrëveshja e famshme e Open Balkans mes Shqipërisë dhe Maqedonisë Veriut dhe Serbisë, që gjitha produktet të tyre pa dogan dhe me një certifikat sigurie. Po. Erdhën këtu nga kuja e Serbisë përpara laboratorët të Shqipërisë dhe përcaktuan vetëm 2 laboratorë të cilët ata mund të merrin referencë për ushqimet që do kalonin në Serbi. A dini që ka shkuar në një përfaqësues i akuzës shqiptare në Maqedoninë e Veriut apo në Serbi për të parë laboratorët serb dhe kushtet e produkteve serbe? Sigurisht jo. Kemi dëgjuar. Produktet e Serbisë dhe të Maqedonisë Veriut hynin në Shqipëri të certifikuar nga laboratorët që ne nuk i njohim. Të certifikuar nga institucionet të cilat ne nuk i dim fare çfarë janë. Ndërsa ata për veten e tyre, për qytetarët e tyre, erdhën këtu dhe bën inspektime dhe pranuan vetëm 2 laboratorë që janë privat, kuptohet, se laboratorë shtetëror s'ka. Sepse ka disa privat që kanë bërë investime në Shqipëri me pretendimin se mund të bëhet biznes në çështjen e sigurisë ushqimore. Por sigurisht nuk mund të bëhet sepse është ajo që thatë ju, që sado të gjesh probleme në sigurinë ushqimore, të vjen urdhri nga lart dhe thotë futen tregët. Sado të kapësh ti vezë të prishura me sëmundje ku diun çai kapin pulat, të vjen urdhri dhe thotë futen tregë, të hidhen tregë. Sado të kapi qumshi plasja ato të tjera, vjen urdhri dhe thotë fute. Sepse këta nuk janë njerëz që mendojnë për qytetarët, ta janë një dorë banditësh të cilët e kanë katëndisur të vend në këtë pikë kursorë.